Ajo që në njoftimin zyrtar të policisë u paraqit si një goditje rutinë ndaj lojrave të fatit në Kavaj, në të vërtetë është një tjetër gur i hedhur në mozaikun e një shpartallimi që kryepolici Skënder Hitaj po u bën strukturave të lidhura me Bastet dhe me koordinatorin e tyre Ergjys Agasin. Në pamje të parë, operacioni i fati i lojrave prodhoi 2 të shpallur në kërkim dhe 16 makineta të sekuestruara, por kush fshihet vërtet pas këtyre ambienteve. Njëri prej lokaleve ndodhej vetëm 200 metra vija ajrore nga komisariati i Kavajës, një distancë që e bën të pamundur mosdjeninë e strukturave të rendit. E pikërisht aty qëndron e vërteta e këtij aktiviteti. Në ato ambiente qëndronin polic, oficerë e shefa patrullash, i frekuentonin rregullisht, duke e kthyer aktivitetin e palikshëm në një praktikë të mbrojtur dhe të dukshme për të gjithë qytetin. Pas këtyre ambienteve, ata ishin thjesht administratorët e radhës, marrësit me qira të ambienteve që mbanin peshën e hetimit. Pronari i vërtet i aktivitetit është AM, personazh i njohur në Kavaj si pronari një lavazhi në hyrje të qytetit dhe distributor ekskluziv i një kompanie kafeje të njohur për uniformat blu të qytetit. Ky i fundit nuk është një emër i panjohur për strukturat e rendit, përkundrazi, në lavazhin e tij rrin gjatë gjithë kohës policë dhe oficer të Kavajës, ndërsa i vetë është mësuar të ushtrojë presion mbi efektivët, qoftë edhe për një gjop parkimi. E vërteta e këtij aktiviteti është se aty janë të përlyer struktura të tëra drejtuese, bashkëpunim me zinxhirin komandues vendor. Shumica dërmuese e efektivëve të qytetit e dinin prej kohësh se kujt i përkisnin realisht këto ambiente, por heshtnin, nuk kishin marrë guximin të jepnin një informacion, sepse pas AM qëndronin lidhje të forta me strukturat e agjencisë që mbikëqyr policin. Një agent i kësaj agjencie që mbulon Kavajën dyshohet se ushtronte presion të vazhdueshëm mbi policët, duke i mbajtur të lidhur duart. Mirëpo këtë herë, zërat e brendshëm konfirmojnë se goditja nuk erdhi nga brenda sistemit vendor, por nga një njerëz që ka mbajtur anash gjithë këtë zinxhir komandues dhe ka goditur në emër të shtetit. Kryepolici Skënder Hitaj. Ky operacion nuk është thjesht një sekuestro makinetash, është një shpartallim i heshtur që po i bëhet strukturave të lidhura me Bastet dhe me koordinatorin e tyre Ergjys Agasi.